Ambasadori OSBE-s Michel Taran gjatë një vizite zyrtare në Pogradec u takua me përfaqësues të Këshillit të Lartë Gjyqësor për të diskutuar rreth përmirësimit të transparencës në sistemin gjyqësor. Një nga nismat kryesore të përmendura ishte hapja e zyrave të informimit në gjykatat e vendit, që të shërbejnë si ura komunikimi me publikun. Erdha në Pogradec me rastin e seminarit që organizohet nga prezenca e OSBE-s në Shqipëri, së bashku me Këshillin të Lartë Gjyqësor, përfitova nga rasti për ta bërë një vizitë zyrtare të parë në qytetin të bukur tuaj. Kam kaluar disa herë në Pogradec sigurisht, por është e hera e parë që ta vizitoj në mënyrë zyrtare dhe kryetari i bashkisë më priti dhe kemi folur gjatë për qytetin, për rajonit, për potencial të madh zhvillimit që i keni fat të madh me një pasuri natyrore jashtëzakonshme, me liçenin, me malet, me kufi që ju jep mundësi që ashtu të ndryshme zhvillimit. Taran shtoi se siguria nuk është vetëm përgjegjësi e organeve ligjzbatuese, por edhe komunitetit dhe organizatave të shoqërisë civile.